Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi deklaroi se mosmarrëveshjet mes ortakëve të kompanisë koncesionare në aeroportin e Vlorës duhet të zgjidhen mes tyre. Ai tha se u shlën 30 ditë kohë që ortakët e koncesionarit të zgjidhin mosdakordësimet, ndërsa shtoi se kjo nuk duhet të ndikojë në ecurinë e projektit dhe operimin e aeroportit. Mosmarrëveshjet tregtare civile që ato kanë me njëri tjetrin nuk duhet të jenë shkak për bllokimin apo mos operimin e aeroportit të Vlorës, duke i vendosur po ashtu një afat 30 ditor që të zgjidhin këtë mosmarrëveshje civile që kanë me njëri tjetrin. Karakaçi theksoi se pavarësisht problemeve mes ortakëve, punimet në aeroport kanë vijuar sipas planit dhe projekti ndodhet në fazën përfundimtare. Aeroporti ka ecur në punime të avancuara dhe jemi në përfundim. Ne do marrim gjitha masat e nevojshme që aeroport të përfundojë dhe të jetë operativ sa më shpejt. Ministri paralajmëroi gjithashtu se kontrata parashikon masa ndëshkuese për çdo vonesë në realizimin e projektit dhe se penalitetet e para janë vendosur tashmë.